Me një akademi përkujtimore, sot u përkujtua kryetari i parë i Partisë Demokratike Shqiptare, Arben Xhaferi, si një figure ndritur dhe si një urtërofyes i të gjithë shqiptarëve të Maqedonisë, Kosovës, por edhe të Shqipërisë. Për jetën dhe veprimtarinë e Arben Xhaferit foli miku i tij Faik Mustafa, Baton Haxhiu dhe kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi. Jemi mbledhur këtu ta shënojmë përjetorin e Arben Xhaferit. Ai është gjallë. Pas vete ka lënë vepra që dash Zoti e shohin dritën. Janë gure pashteshme që do jenë në shërbim të gjeneratave të reja, të cilët tek do ta njohin të vërtetën e kohës kur jetoi dhe veproi. Nëse do të shkruaja tash për Arben Xhaferin, një shkrim do ta titulloja Liria më parë, liria para pushtetit. Pse e them kështu? E kam përjetuar vetë njeriu bashkë me Partinë Demokratike Shqiptare dikur në vitin 99 bashkë me Menduhin, më falë që po të thamë Mendu, vujtjen e secilit prej nesh në Kosovë. Ju para se gjithash e dini vujtjen tonë, por nuk e dini vujtjen shpirtnore. Nuk e dini se qa është pafuqia njeriut kur është në pikën e dëshpërimit të vujtjes dhe në atë që quhet vdekje duke ecur. Ju mund të thoni që liria në Kosovë e ka emrin NATO. Mund të thoni që liria në Kosovë e ka emrin UÇK. Nuk mund të quhet liria në Kosovë pa atë që quhet mendim, gjithashtu fuqi dhe dashamirësi, vllazni dhe potencë politike dhe intelektuale të vitit 99 që e kam pas dy liderët e Partisë Demokratike Shqiptare. Premtime tjera nuk ka, atë sa nuk di sa Arben Xhaferi, atë sa mundem shumë, do të ndjeki rrugën e tij dhe udhërëfys do t'jetaj edhe liria njerëzve që i përfaqësojnë.